serioz në shqetësimin tim për një proces humoristik siç e quhet ti që ka filluar. Opozita e ndarë apo e bashkuar? Pse? Sepse ministra e këturi e Endrit Shabanit, doktor Endrit Shabanit, dhe Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt, kanë mbështetur kandidaturën e Florian Binat. Madje edhe Florian Haçka, që u përmend si kandidat nga diaspora për Shqipërinë e lirë, atyre e ka mbështetur dhe ka thënë fjalë për fjalë në fund të statusit të tij, thotë që i uroja dashit tim, komuniku, tani nuk e gjej dot, po e perifrazoj, thotë i uroja ma mëson në gjë po diku atje thotë i uroja dashit tim, thotë sukses dhe mbështesë plotësisht. Ai thotë ka qenë një nik i mirë dhe mbështetës i diaspora për Shqipërinë. Pra, ndërkohë nga ana tjetër, kemi dhe partinë që do një konferencë për Shqipëri, për që është e papranueshme. Tani çfarë bën opozitës kjo gjëja? Se u shit një gjë që do ta bashkonte opozitën, që nuk u bashkua për 1 maj, nuk u bashkua për Tiranën. Do të them 30 sekonda diçka që nuk të ndihmoj bisedën dhe kolegat mund ta shpjegojnë me vërtetësi. Zoti Lapaj dhe zoti Sheja kanë një konflikt të filluar personazh. Domethënë që ka prej muajsh që ka shkuar deri në nivel të gjykatës dhe është konflikt fisi personal shumë i thellë. Se ju të ju të vjen, ju të ju të vjen që ke marrë para nga kompani, to kanë qenë akuzat publike të zotit Çmimi. Dhe shkujtë të tjera që janë shumë të rënda. Dhe ka një animozitet midis dy lebrëve. Problemi është që zoti që nxorri nëpër media apo kudo tjetër temën e zotit Asimi, që ishte papranueshme për zotin Rapaj, i cili në rastin më të parë që Binaj dhe të tjerë pretenduan kandidatin, thamë ky është Joni, sepse kanë qenë dhe tek ne, dikur. Pastaj u torturuan dhe pak një vite kthehet për të bërë kandidat për kandidata që pa mund të mbështesë Lina Çepani. Dakor, është për viktorinë e bashkët të tyre. Këtu e le. Pra kanë një konflikt shumë të polarizuar midis dy lebrëve në opozitë dhe kjo ka shkaktuar gjithë kakofoni që të ndodhë të bëhet në mënyrë racionale, jo sondazhe, jo argumente. Si ndodhi Berisa njëri lab në fund labi tjetër? Nuk e di. Këtë nuk e di. Po nuk e di. Okej. Vuoi che dica tu sti giochi o da tutte le maneggiare ma queste informazioni ai se figurë me në vokabulare politike, dhe histori politike, me ndjenjë politike. Shpenzuar është në shumë. Po themi një lloj jo për administruar, por do me rezultat të dispanueshme dhe ai do kërkonte nesër që opozita të hapet, të rregullohet, do të qytetare, sepse do vjen ai që është e vogla dhe po vjen ai proces shumë të Berisha. Zoti bën me vllopë këtë. Ti do ka se ta punuar me Ermanin dhe di që Ermani nuk i bën rresh. Po Ermani që i me identitetin e vet politik dhe human të posaçëm, nuk po ta pranonte kështu, ka përse e opozita, ka marrë leje, po them diçka. Po mund ta thuash. Zoti Simi është jo ashtu gjatë 3 mandateve të qeverisë Rama disa herë për të kaluar nga një tjetër. Kur nuk është qofër, është gjubitur, është sulmuar nga administrata e kësaj qeverie. Dhe ai ka rezistuar dhe mezi ka pritur për të dalë në superfaqe e kërkoj falje që po lexoj këtu biseda, por ai është një person qendrështar, që ka rezistuar tundimeve dhe joshjeve të pushtetit, por me mendimin politik që ka shprehur gjatë këtyre viteve, dhe kishte bërë nder Partia Demokratike Opozitës së Djathtas një herë, nëse ekziston koncepti i Djathtas, ka një kandidat. Ka një histori shumë të bukur Ermani, që propozoi një reformë që kishte menduar, të cilën sa merrni një bëjeni, nuk po them të takoj, si takoj, çfarë kanë specifikan, dhe në fund fare donin ta përdorin për një punë të shkëpoi dhe ishte ka paguar, apo me fautoroshja pse? Për të kuptuar se këtu të paguajnë ka. Kështu që e dhëna në këtë histori dhe ndaj. Megjithatë pyetja kishte në bënd të komunit me opozitën. Pra, kemi faktorë opozitarë që në shkesin një kandidaturë, kemi faktorë opozitarë që do të shë papranueshme. Opozita
shkruajnë ndarësisht. E kam thënë për herës, për shumë vite që një bashkim mekanike opozitës nuk provon rezultat këtu. Këto janë lëvizje mekanike pa një tem, pa një poshtë, pa një moralitet. Çfarë do të them këtu? Të gjitha partitë e reja që duhen të zgjedhin, partitë e opozicionit, ne kishim një problem kryesor. Që lidhësia e PD-s nuk mund të përfaqësojë të gjithë opozitën. Edhe në ideatës ku ka pjesë opozicionit, ka thënë se Berisha është një kandidat i kryeministit. Dhe unë tash po them një gjë që ka pranuar marrë të ditë vërtet kam thënë. Nëse ti pranon kandidatur, do të ndodhë gjitha kushte. Kushtet e ardhme në opozitën, në rast të ora humbje. Sepse kjo është një situacion, nuk është finali. Pra, si në shkëm të 27 dhe 2000, kur janë se parlamentare. Sa më shkon këtë Fiklapo, sot një vendime të kryesisë së Liberizmit, ku dhe nuk ka mundi të punë koalicion. Kjo është pyetja e parë që nuk shkon këtu. Çfarë do të bëjë nuk ke fëka, që po kam një udhtim 3 vjeçar, në kondet, po të bëjë kjo atë, në bashkëpunë me Asni, pa të bashkuar me pasnesë. Kjo të gjitha po ne po them se këtyre faktuaritet për dhe të liberizmit, kanë ngel gjithë këtyre partive që janë në opozicion, dhe nuk di çfarë bëjnë në opozicion. Nuk kanë një plan, nuk kanë një strategji që menduar strategjik, as apo mesën, as apo shkurtë, as apo gjatë. Këta votuan për shkakuar rëndësie, pra një votë potari që të bëjë. Shumë këtyre kanë ngelur konspiralizmin në dorë, në fakt pas të vjetëllurit klinik i meshur i logut, i cili në ekstrem besat e konsumë në rëvuar më ka gjatë, ne do ta mbyllim këtu. Falenderoj shumë kullurit, premierin e Talibani, në të në bashkuar mbas që emisioni ishte filluar, sepse në pjesën e parë kur la 2 vite dhe 20 ishin në muan studi, kishim dhe Klodiana Lanën, autorën e emisionit në Shqinjese dhe Edi Ramet, avokat për folur për çështjen e vjedhjes sot vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në famën e gjyqit në një person i cili ishte palë një çështje prone që gjyqtari Kalaja po e hetonte. Nga kjo ngjarje mbeti vrarë Astrid Kalaja gjyqtar dhe u plagosën jashtë rreziku për jetën për Fatmir Akif Dervish Kurtaj palë në gjykim me autorin e dyshuar dhe themi megjithëse ai ka të flagrantëve pranuar krimin, Risk Stambi. Në pjesë të folën për Zelenski shqiptar, aktorin Binaj, Florian Binaj, që do dalit kundër Gerda Manastiriut në zgjedhjet që nëse nuk kemi një shkëputje me të parë kushtetuese do të mbaren më 9 nëntor. Ju falenderoj shumë që kemi me keni ndjekur. Kujtoj që kemi Ballkan dhe Panama për të lëdrezë shqiptare online për informacione shpirtë praktike verifikuar në bashkë me ministrin e atë në konflikt.